Selamu alaikum të dashur miq, po takohemi bashkë për të sjellë përmbledhjen javore nga emisioni Kolazhi javor dhe emisione të ndryshme janë realizuar edhe gjatë kësaj jave dhe tematika të ndryshme janë trajtuar, po fillojmë me ditën e parë. Në emisionin Oazë e Urtësisë, Hoxha Sedat Islami solli porosit e Muadh ibn Xhebelit, të cilat përçojnë këshilla të thella mbi besimin, përgjegjësinë dhe lidhjen e sinqertë me Allahun, si udhërfyes për jetën personale dhe shoqërore. Kurse për çështje të tjera, foli Hoxh Lokman Hoxha në emisionin e Drejt për Drejtë së hënës mbrëma, ky është i dërguari im derisa ju përgjigj shikuesve në pyetjet e tyre. Falo dhe fle, agjëro dhe ha, fito, por mos bëj mëkat, ke frikë Allahun dhe mos vdes ndryshe vetëm se duke qenë besimtar dhe ruaju nga lutja e atij që i është bërë padrejtësi. Pra, këto janë 5 këshilla të këtij sahabiu të nderuar, Muadh bin Xhebelit, të cilat kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Muadh bin Xhebeli është medinas. Është prej atyre sahabeve që ka pranuar Islamin, llogaritet që ka pranuar Islamin qysh në moshë të hershme, duke qenë si 18 vjeçar. E ka pranuar Islamin, madje ka marrë pjesë në ato takimet e Akabes që Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka mbajtur para se të migronte në Medinë. Muhamedi alayhi salatu wassalam i tha: nëse agjeron çdo 3 ditë të muajit, është sikur të kesh agjëruar tër muajin, nga se një ditë shpërblehet me 10 sosh, që i bie se për 3 ditë ti ke sevapin, ke shpërblimin e 30 ditëve të agjërimit. Abdullahu thot kësaj: unë i thash Muhamedit alayhi salatu wassalam, unë mund të përballoj edhe më shumë se kaq. Atëherë Muhamedi alayhi salatu wassalam më tha: agjeron një ditë, ndërsa 2 ditë tjera ha. Pra, një ditë agjeron, 2 ditë tjera pushon, fillon ditën e tretë. I thash, unë mund të agjeroj edhe më shumë, mund të përballoj edhe këtë. Tha, atëherë agjeron një ditë dhe ditën tjetër ha. Dhe ky është agjerimi i profetit Davud dhe është agjerimi më i mirë. Fetaria jonë fillon që nga momenti kur zgjohemi e deri në momentin kur zgjohemi sërish. Pra, edhe për gjumin ne kemi rregulla, kemi mësime fetare. Prandaj nuk ka diç në jetën tonë që mund thuhet se nuk ka këshilla dhe udhëzime fetare se si duhet ne që ta bëjmë atë. Prandaj Muadhi po jep një këshillë e cila e ka peshën e vet fetare pothuajse të pakrahasueshme. Muhamedi alayhi salatu wassalam një ditë ka shkuar në treg dhe ka parë që disa kanë bërë ato nëse mund t'i quajmë mashtrimet me artikujt ushqimor dhe ka thënë një fjalë e cila është rregull të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra. Ka thënë: kush na mashtron neve, ai nuk është prej nesh. Pra, ai njeri, ai besimtar që nuk e shtrin fetarinë e tij edhe në tregti, edhe në biznesin që ka, ai njeri nuk është prej nesh. Nuk ka dyshim se jemi të jetu me një botë në të cilën padrejtësia, zullumi janë të shumta, edhe shpesh herë njerëzve ju ndodh, por kjo në asnjë mënyrë besimtarin nuk e luhat nga besimi në Allahun Azza wa Jall. Sepse Allahu i Madhnum është i gjithfuqishmi dhe drejtësia e tij është absolute, urtësia e tij është e pafundme. Edhe Zoti i Madhnum në këtë dunja çdo gjë që e ka krijuar në mënyrën më të përpikt dhe në atë mënyrë që po që se çdo gjë qëndron aty ku Allahu e ka lënë, çdo gjë do të shkojë si është më së miri. Sigur që është situata e
galaktikave, planeteve, gjallësave tjera, i vetmi njeri është ai i cili e bën rrëmujen, e bën fesadin, ndërsa Allahu i Madhum të gjithëve ju ka dhënë mundësi të barabarta në dunja. Duhet ta kuptojmë pra që me të vërtetë në këtë dunja jetojmë në një jetë e cila është përplot me sfida, është përplot me njerëz të cilët mundohen të përmbushin egot e veta, pavarësisht se a lëndohet pala tjetër, pavarësisht se i merret e drejta të tjerëve, e rëndësishme është që ata të arrijnë qëllimet e tyre të ulta të kësaj dunjaje. Se përndryshe, secili me ambicien e vet, sikur ta synonte atë që është e drejtë dhe është halal, askush nuk do të lëndohej, askush nuk do të shqetësohej. Mirë po, besimi ju në Allahun Azza wa Jall është që edhe nëse në këtë dunja ndoshta nuk arri me e marr hakun, me e marr të drejtën, me e marr meritën që na takon, duhet ta kuptojmë të nderuar shikues se kjo dunja është kalimtare. Sado që njeriu me pas vujtjen më të madhe në këtë dunja, dhimbjen më të madhe, smundjen më të rëndë, brengën e pafundme, prapë është dunja, është kalimtare dhe një ditë secili prej neve, edhe më i miri prej nesh, edhe më i keqi nga njerëzit, do ta dorëzojnë amanetin para Zotit, shpirtin e tyre, e kanë me dalë para Allahut me dhënë llogari. Një shikues pak më herët pyeti djali i tij i fal 5 vaktet, mirë po në lokalin e tij mban alkool, çka bëhet me namazin e tij? Ne kemi një Zot të gjithë fuqishëm, të plot mëshirshëm dhe me drejtsinë e tij absolute. Allahu i madhruar shpërblen për punët e mira dhe për punët e këqija nëse don ndëshkon, nëse don fal. Kjo është prej mirësisë së tij. Drejtësia e tij, domethënë bie plotësisht në vend nëse ai të ndëshkon, sepse e meriton, por se mëshira e tij është shumë e madhe, e që ndonjëherë edhe kur jemi me faj, e besa dhe shpesh herë, se jo vetëm ndonjëherë, Zoti i Madhnuar na falë na mëshiron. Në emisionin Kopshti i Devotshmërisë, Ilir Ademi kishte të ftuar Hoxhën Emin Ademaj, me të cilin kanë folur për vizitën e varrezave si një kujtesë të fuqishme për përkohshmërinë e jetës, reflektimin shpirtëror dhe afrimin me Allahun përmes përullësisë dhe lutjes. E në emisionin këta ishin shokët e profetit, Hoxh Bajram Karabeg trajtoi disa nga vlerat e veçanta të sahabëve, duke theksuar besimin e palëkundur, sakrificën dhe përkushtimin e tyre si shembuj udhërrëfyes për jetën e besimtarit. Veti dërguari i Allahut i ka vizituar varrezat. Treguohet se qysh në Vozhli do të është nda prej nanës së tij. I ka vdek nana kur ai ka qenë moshën 6 vjeçare. Dhe tash përmendet një rast kur ai viziton varrin e saj dhe çan edhe emocionohet shumë. Po ashtu tregon Aisha radhiyallahu anha se i dërguari i Allahut shpesh bilen pjesën e fundit të natës ka dalë te varrezat e Medinës, varrezat Beki. Edhe i ka përshëndet me selam, është lutur për ta. Kemi parasysh se në atë kohë Medina ka qenë mjaft e vogël. Edhe varrezat kanë qenë afër Medinës dhe ka qenë praktike pejgamberit alayhis salatu wassalam të dalë, të vizitoj varrezat, të përshëndes me selam dhe të lutet për ta. I dërguari i Allahut i ka mësuar shokët e tij që kur dalin të vizitojnë varrezat, atëherë që japin atyre selam. Pra të thonë, Esselamu alaikum ahle diyari minel mu'minina wal muslimin, wa inna insha Allahu bikum lahikun, esalullaha lana wa lakum al-afia. Pra, kjo lutje fillon me përshëndetjen e bekuar islame. Esselamu alaikum, paqja, shpëtimi i Allahut qoftë mbi ju. Edhe kjo tregon për vlerën e selamit. Është interesant se selami nuk është përshëndetje vetëm mesin e të gjallëve. Mirë po është e lidh edhe të gjallën në të vdekurin. Do atë kur i viziton varrezat. Po jo vetëm kaq, po edhe në botën e përtejme, qysh e përmend Allahu në surën Zumer, se kur afrohen banorët e xhenetit afër portave të xhenetit, të çfarë thonë melekët?
Selamun alejkum, tibtum fadkhuluha khalidin. Japin selam, ishit të mirë, keni qenë besimtar të mirë, me fjalë të mira, me vepra të mira, me bindjet si dohet, atëherë hyni në xhenet për gjithmonë. Ajo që të bën përshtypje këto është fillimi me selam. Pastaj është çështje tjetër është për atyre gjërave që ne mund të jemi të mirë me ta, sadakaja për ta. Tash imagjino, prindi din ndonjëherë ta lën milioner fëmijën e tij. Barrohet prej fëmijës së tij. Kjo nuk është shenjë e mirë. Nuk është bamirësi. Ai me që kalon ka që pasuri të madhe. Pa dhe nëse nuk kalon pasuri të madhe, çka jep për to. Kjo ka qenë praktik në mesin e sahabëve. Dhe që kanë lënë, do thotë kanë dhënë prej pasurisë e tyre për të afërmit e tyre të vdekur. Pastaj do thotë prej formave të bamirësisë është edhe respekti që ja bën besimtari shoqërisë e tyre, të afërmit e tyre, që tregohet për Abdullah ibn Omerin, kur e ka taku shokun e Omerit radhiyallahu anhu në rrugë, dhe çfarë respekti ka bën. E pastaj ka përmend hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Krahas asaj lutjet që kërkim falje kështu me radhë, pra format e bamirësisë nuk përkufizohen vetëm do të me vizitën e varrezave, mirë po shumë më e gjerë kjo çështje. Nga vlerat më kulminante të sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mundësia që Allahu azza wa jalla u dha atyre ta shohin Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Allahu azza wa jalla e kishte kriju në një fizionomi dhe një pamje të veçantë, të bukur dhe të përsosur, bile nuk ka krijesë që ecën sipërfaqen e tokës nga lloji njerëzor e që të jetë më i përsosur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në pamjen, por gjithashtu edhe në moralin e tij alaihi salatu wasalam. E ata të cilët Allahu azza wa jall i ka privilegju nga mesi njerëzve që ta shohin fytyrën e ndritur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të kënaqen sytë e tyre dhe zemrat e tyre të pushojnë duke pa këtë fytyrë të ndritur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që kjo aludon se ata kishin një veçori dhe një pozitë të lartë tek Allahu azza wa jall. Mos i ofendoni, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokët e mi. Mos i rëndoni me fjalë. Se pasha atë që jeta ime është në dorën e tij. Sikur dikush prej jush të jep sadaka në rrugt të Allahut azza wa jall një kodër sa Uhudi me ari, me flori, nuk do të arrijë shpërblimin dhe pozitën e një sahabiu tem që ka jep sa 2 grushta ushqim apo dhe sa vetëm 1 grusht ushqim. Një sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos ata të cilët kanë besu dhe e kanë ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë përkrahur atë në ditët e vështira të Mekës. Ata 1 grusht hurma që e kanë jep sadaka, apo 2 grushta të mbushura plot me grun apo me elb që e kanë jep sadaka. Te Allahu azza wa jall janë më të rënda dhe ma me pesh dhe ma me vlerë se sa dikush që vije më pas dhe jep në rrugt të Allahut azza wa jall, jo 2 grushta me ari, po jep sa një kodër e tërë. Pejgamberi alayhis salam thot, mua më ka akuzu, mua më ka rëndu, mua më ka ofendu. Dhe kushdo që mua më ofendon, le të dinë se ofendimi i tij bie mbi Allahun azza wa jall, e kushdo që e ofendon dhe e rëndon Allahun me fjalë, Allahu e dënon atë. Hadithin transmeton Tirmidhiu. Kështu që këtë hadith pejgamberi alayhis salam po tregon se çfarë rreziku ka nëse ne nuk e dim vlerën dhe pozitën e sahabëve, dhe nëse ne nuk kemi respekt dhe nuk i dim pozitën tonë, karshi tonë dhe pozitën e tëre karshi neve. Apo gjithë ata të cilët vinë pas sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë njerëz të cilët nuk e kanë pas privilegjin ta kuptojnë Kur'anin nga vetë gjuha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke e lexuar dhe duke kuptuar atë. Dhe ne e dim se çfarë dallimi ka mes atij që e sheh një ngjarje dhe është prezant kur ndodh ajo ngjarje dhe atij që e përshkruan apo atij që e përshkruan nga përshkrimi i dikujt.
Gjatë emisionit në thellësit e surës El Enam, Hoxh Enes Goga foli për pemën dhe zinxhirin e pejgamberisë, duke shpjeguar vazhdimsinë e misionit hynor dhe lidhjen mes pejgamberëve si bartës të njëjtës thirrje dhe besimit e udhëzimit. Kurse në emisionin Familja, Enklit Pelari dhe Hoxh Ahmed Kalaja folën për rëndësinë e marrëdhënieve të shëndosha bashkëshortore, duke theksuar komunikimin, respektin dhe mirëkuptimin si shtylla që e mbajnë familjen të qëndrueshme dhe të begatë. Profecia edhe udhëzimi nuk janë trashëgimi në mënyrë automatike që dikush mund të pretendoj apo të shpresoj që mund të trashëgoj edhe këtë zinxhirin e pejgamberllokut, por edhe të udhëzimit. Nga se edhe historia e njerëzimit, por edhe historia brenda ajeteve të Kuranit dhe ajo çfarë na ka mësuar pejgamberi alsam na tregojnë se kemi pas pejgamber të Zotit, por jo trashëgimtarët e tyre kanë qenë në rrugën e njëjtë, apo në rrugën e duhur, apo në rrugën e besimit. Sikur fjala vije, djali i Nuhit alayhis salam nuk ishte i udhëzuar, ishte pikërisht Nuhi dhe ishte djali i Nuhit dhe e gruaja e tij që e kundërshtuan Nuhin alayhis salam dhe nuk pranuan që të hypin me të në anije, nga se anija Nuhit ishte anija e shpëtimit, ishte sipër asaj anije ishin vetëm ai grusht i vogël njerëzve që ishin besimtarë të vërtet dhe besonin Zotin një, por ja që për keqardhje djali i tij nuk hypi në anijen e Nuhit të babait të tij, në anijen e shpëtimit. Allahu i dhuron këto dhunti edhe pejgamberllokun, edhe udhëzimin vetëm atyre që ai dëshiron. Prandaj Allahu i zgjodhi ata ta emra të pejgamberëve që u përmenden në ajetin 84 për shkak të bindjes së tyre, për shkak të durimit të tyre dhe për shkak të bamirësisë së tyre, nga se ishin familje të bekuara. Në fund ajeti përfundon thotë, kështu ne i shpërblejmë bamirësit. Kedhalike nejzil muhsinin, kështu ne i shpërblejmë ata që janë bamirës. Kështu shpërblejnë familjet e bekuara. Kështu shpërblejnë me pasardhës e me trashëgimtar të hajrit krejt ata që janë bamirës. Kjo pjesë e ajetit, thot Imam al-Tabari, tregon se ky nderim dhe ky udhëzim është shpërblim për kënd. Është për ata të cilët janë të sinqert, për ata të cilët janë besim drejt, për ata të cilët janë të bindur, për ata të cilët përballë sprovave nuk dorëzohen, por janë durimtar e faqebardh, si dhe për ata që janë vepër mirë. Do thotë, këto janë disa faktorë, janë disa elemente të cilat Allahu te baraka ve taala mbi bazën e këtyre elementeve thotë, kështu ne i shpërblejmë bamirësat. Ndërsa në anën tjetër vazhdon Imam Tabariu thekson se ky ajet është edhe një argument shtesë kundër idhujtarëve, duke treguar se rruga e drejtë është vetëm rruga e profetëve dhe pejgamberëve të Allahut, dhe kjo është rruga e njohshmërisë ndaj krijuesit dhe jo rruga e atyre e që ishte rruga e idhujtarisë dhe rruga e shirkut. Një jetë bashkëtorë e lumtur do të thotë përgjegjësi, një jetë bashkëtorë e lumtur do të thotë amanet, një jetë bashkëtorë e lumtur do të thotë siç kërkon ti të drejtat tua, duhet t'japësh të drejtat e palës tjetër. Një jetë bashkëtorë do të thotë detyrime dhe përgjegjësi. Një jetë bashkëtorë e lumtur do të thotë që ta shohësh, domethënë, jetën bashkëtorë si një moment ngjitje dhe afrimi me Zotin gjithësisë, ta shohësh jetën bashkëtorë si një moment pastrimi nga mëkatet dhe gjunahet, sepse edhe ato problematikat që mund të ketë jeta bashkëtorë faktikisht janë një metodë apo një formë pastrimi. Jetë bashkëtorë në konceptin islam do thotë që njeriu të jetë i kënaqur me caktimin e Zotit në momente dhe në situata të caktuara. Jetë bashkëtorë e lumtur do thotë që tre gjërat bazike që Zoti i jep dhurat për çdo martesë të sinqertë ti mbash dhe ti ruash. Është dashuria, është mëshira dhe mshuria dhe është prehja dhe qetësia. Pra ne gjithmonë, domethënë, duam të orientojmë njerëzit tek ndërtimi një jete
bashkëshortore të shëndetshme dhe ndërtimi i një jete bashkëshortore të shëndetshme nuk është ajo siç e përmendëm pra të dy, ajo që paraqitet apo ajo që na shitet në momente apo në rrjete e kështu me radhë. Jeta bashkëshortore do të thotë e lumtur do të thotë që të dy bëhen krah me njëri tjetrin, të dy janë mbështetës njëri tjetrit edhe nuk janë konkurrues, nuk po garojnë me njëri tjetrin. Faktikisht janë të dy plotësues njëri tjetrit. Për këtë arsye, domethënë, nëse shohim jetën e pejgamberit alayhis salam, do të shohim një jetë bashkëshortore, domethënë modeli më interesant dhe më të bukur njëkohësisht, sepse ai vetë thotë më i miri në mesin tuaj është ai që është më i miri me familjen, me bashkëshorten e tij dhe unë ai e thekson dhe unë jam më i miri në jetën time bashkëshortore. Dhe faktikisht po të shohësh jetën bashkëshortore të Muhamedit alayhis salam, ai ka qenë i kompletuar në të gjitha aspektet. Te komunikimi faktikisht duhet të them diçka. Komunikimi në jetën bashkëshortore është shumë i rëndësishëm. Siç në të gjitha le të themi në të gjitha fushat e jetës, komunikimi është shumë i rëndësishëm. Pra, inna min al-bayani lis-sihra. Komunikimi është ose si më thon retorika, elekuenca, është një lloj magjie, Hipnozi, një lloj hipnoze, po. Domethënë që duhet të jetë edhe kudo në jetë. Pra, kudo që ti jesh në jetë, një që ka komunikim, një që flet, një që ditë shprehet, është shumë më i pranueshëm për shoqërinë, për rrethin, për bashkësinë, influencues, po. Se sa dikush tjetër i cili mban për vete. Dhe patjetër duhet të ketë komunikim dhe komunikimi duhet të jetë aktiv. Mirë, po kemi një gjë që ne duhet ta kuptojmë në jetën bashkëshortore. Komunikimi i mashkullit nuk është komunikimi i femrës. Që do të thotë, femra është më e prirur për të folur, për të shprehur. Mashkulli është më i prirur për të dëgjuar. Vazhdojmë tutje në emisionin Gratë në Kur'an, Ilir Ademi dhe Hoxh Ferit Piku sollën një rrëfim domethënës mbi përzgjedhjen dhe pastrimin hyjnor, duke theksuar se sinqeriteti në punë dhe nënshtrimi i plot ndaj Allahut shpërblehen përtej asaj që njeriu mund të kërkojë, ashtu siç vepruan edhe njerëzit e mëdhenj që ju përulën vetëm Zotit. Derisa me Hoxhën Ekrem Avdiu sollëm po të ajten emisionin e drejt për drejt e thëna e pa thënë, aty kemi folur për mundësinë e arsyetimit e jo të parajgjykimit të njerëzve. Historia njerëzore thjesht përsëritet dhe Kurani famlar të fjala e Zotit është ajo që i tregon të gjithë njerëzve pa përjashtim në të gjitha hapësirat, qofshin kohore apo gjeografike, që ju nuk jeni njerëz ndryshe nga ata që ishin përpara jush. Dhe nuk është se ju do t'ju ndodhë diçka që është e paimagjinueshme. Ju jeni të gjithë brenda një cikli, por e rëndësishme është të kuptoni mesazhet për historisë. Jo thjesht i lexoni këtë histori si po themi fare argëtimi apo thjesht për të mësuar informacione, por për të nxjerrë mesazhet. Prandaj jeni njerëz për të kuptuar nga të parët tuaj, edhe të mirat, po edhe të këqijat, që të mirat t'i forconi, e t'i shtoni, edhe të këqijat mos i përsërisni. Historitë kuranore për cilat ne po flasim me në qendër gratë, për të treguar që gratë ka një rol shumë të madh në historinë njerëzore, që nga fillimi i jetës e deri në përfundimin e kësaj jete. Prandaj Kurani quhet ndryshe është libri i jetës, është libri që i flet të gjithë popujve, të gjitha brezave, të gjithë kategorive, sepse siç e përmende, aty janë të gjitha modelet dhe thjesht i mbetet njeriu kudo që të pozicionohet, kujdon që t'i ngjaj. Por të gjitha modelet janë. Rasti e konkret dhe ajeti kuranor që sapo lexova tregon pikërisht këtë, që Meriemja e cila vjen në botë si produkt i një sinqeriteti të madh, një përkushtimi shumë të madh drejt Zotit, përkushtimi i nënës së saj që donte të sillte në jetë një person që t'i shërbej faltores e t'ishte përkushtuar vetëm ndaj Zotit dhe Zoti e pranoi edhe në jetën e saj, e pranoi edhe duan lutjen e saj, edhe lindi Meriemja ndryshe nga ajo që priste nëna e saj. Prandaj themi që njeriu ka ndonë në jetën e tij. Edhe është shumë interesante liri se në historinë e Meriemës dhe Isait alayhis salam do të gjejmë shumë momente që ata tregojnë të dy, nënë dhe djalë tregojnë gjithmonë robërinë ndaj Zotit, tregojnë gjithmonë madhështinë e Zotit.
Edhe në këtë rast ai thotë, kjo është prej Zotit, Zoti furnizon këtë dojë pa llogari, sepse si për çudi ata e dinin se ndoshta në historinë njerëzore njerëzit do të ndalen deri tek figura e Meriemës, deri tek figura e Isait dhe nuk do të shkojnë më përtej, do të bëhet sprov. Këto mrekulli do të bëhen sprov për njerëzimin. Po në të gjitha pozicionet, si thuaç, ata kanë hequr këtë barrën dhe akuzat që do t'u vendosen atyre. Ata kanë nxjerrë që është diçka shumë më e madhe se sa ne. Ne kemi lindur si mrekulli se Zoti dëshi të na bëjë mrekulli. Ky furnizim është prej Zotit. Ai është ai që jep pa llogari. Gjithmonë Isaia alayhis salam, gjithmonë që fjalën e parë që do të flasim, ai thotë inni abdullah, unë jam robi Allahut. Nëse jemi duke ecë një rrugë, edhe rastësisht me një shpejtësi të caktuar, futemi në një hapësirë me akull. Nëse devijojmë nga rruga, zakonisht shkojnë njerëzit ka gremina, ka pjesa e ulët. Për një mend njerëzit kanë prirje të paragjykojnë, të mendojnë negativisht. Rrallë e gjenë të dikush prirjen që të arsyetoj, që të shpërfil ato, si me thonë, ato mendimet e kontaminuara, cilat eventualisht mund të bojnë hegjim në kokat tona, edhe nëse mundësia ose probabiliteti për të qenë ashtu si mendojmë ne, negativisht, mund të jetë mundësi më e vogël, më e kufizuar, se sa mundësi jo për me qenë fundit nëse dëgjojmë dikant duke folë ose duke vepruar diçka që mund të komentohet mirë ose keq. Mundësia për ta komentuar keq, mundësia reale edhe logjike është më e kufizuar, më e vogël. Megjithatë njeriu gjithmonë anon ka kjo negativja, nuk e di pse. Në këtë frymje janë edukuar sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Janë frymzuar prej asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos më falni keq për shokët e mi, për arsye se unë kam shumë dëshirë që kur të dal para tyne dhe kur t'i takoj të gjithë, pa asnjë paragjykim. T'i takoj të gjithë duke menduar mirë për ta. Në të vërtetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ditë se të gjithë njerëzit gabojnë edhe këtij rregulli nuk i shpëton askush, mirë po dikush që gabon edhe në një farë mënyrë nuk ndihet komod në gabimin e tij. Mbasi sonte ka gabu, pas 5 minutave është ndikeq ka bot teube Allahut. Edhe Allahu ja ka pranu pendimin, ja ka shly mëkatin, e ka pastru. Pse ke nevojë ti me mendu keq për te, edhe nëse e ke pa duke gabu. Mos flasim më kur nuk e ke pa. Një shoqëri e cila nuk njeh shenjtëri, për mendimin tim, është shoqëri e cila shkon ka shthurja, ka humbja e unitetit, ka përçarja, çka po nën kuptojnë me fjalën shenjtëri. Nuk e kam fjalën vetëm për shenjtërit në kuptimin e besimit edhe atë fetar. Edhe pse çdo e drejtë e njeriut, çdo e drejtë e njeriut është e shenjtë. Islami këtë në mënyrën më të mirë e ka formulu. Çka është e shenjtë për mua në relacion me ty? Jeta jote, pra siguria jote, është dinjiteti yt edhe pasunia jote. Këto e shenjtëri, edhe në shenjtëri njeriu zguxon as me i shku menja me shkel, se lemo me zgjat dorën. Edhe nëse unë jetoj kështu, në relacion me ty, me tjetrin, me secilin, unë do t'jem shumë i kujdesshëm që në asnjë mënyrë, domethënë të mos e rrezikoj tjetrin. Ecim tutje në emisionin Më ka mësuar Islami, Hoxh Blerim Musliu foli për mënyrën se si Kurani e formson njeriun duke ndërtuar karakterin, besimin dhe sjelljen përmes udhëzimit hyjnor dhe edukimit të vazhdueshëm shpirtëror. Kurse gjatë emisionit Këndi i diskutimit trajtuam çështjen e kallëzimit penal për deklarata që nxisin dhunë dhe urrejtje ndaj muslimanëve në Kosovë, ndërsa i ftuar ishte avokati Azren Bytyçi. Paraqitësi këtij kallëzimi, i cili sqaroi aspektet ligjore dhe rëndësinë e reagimit institucional ndaj gjuhës së urrejtjes. Gjithçka që e rrethon njeriun, dhe jo vetëm ata, por edhe gjallësat dhe krijesat të tjera, do t'i shërbejnë arsyes dhe qëllimit të krijimit të kësaj gjësie, e që është
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Thot Allahu xhalla shanu se të gjitha krijesat, këtë rast njerëzit dhe gjendet të cilët e kanë përparësinë, po njëkohësisht edhe përgjegjësinë për shkak të ngarkesës dhe të pranimit të përgjegjësisë që kanë, asnjë arsye tjetër nuk është përveç se ta adhurojnë Zotin fuqiplot. E pastaj gjithçka që njeriu e përjeton në jetën e kësaj bote, gjithçka që neve na rrethon, gjithçka që neve na shërben, është që të shërbej këtij objektivi madhor për cilin Allahu xhalla shanu na ka kriju. Kur'ani na tregon dhe na mëson se përmirësimi i njeriu, rregullimi i tij, formimi i tij dhe arritja e njeriu deri në gradën e kuptimit të përgjegjësive dhe detyrave të tij në jetën e kësaj bote, e pastaj shërbimet e këtij objektivi fillon tek e brendshmja e tij. Fillon tek zemra e tij, fillon tek mendja e tij, fillon tek pastrimi i brendësisë së tij para se të merret me rregullimin dhe pastrimin e të jashtmes. Dhe kjo metodë kuranore, e cila godet atë e cila nuk duket, ajo e cila nuk vrehet, ajo e cila don sinqeritet për të demasku, për të marrë me ta, e që është pastrimi i nefsit, pastrimi i shpirtit. Kur'ani na mëson se nga këtu fillon përmirësimi i njeriut, nga këtu fillon formimi i njeriut. Njeriu të jashtmen e tij megjithatë mund ta rregulloj, mund ta përmirësoj, mund ta edhe ta hjeshoj. Edhe fjalët mund të flet në momente të caktuara, edhe veprimet mund të ketë të duhura, edhe të gjitha këto. Mirë po, mund të ketë arsye të caktuara pse i bën ato. Pra, dhe mund të mos jenë të ndëlidhura me Zotin e botrave. Dhe sigurisht ato të cilat nuk janë të ndëlidhura me Zotin e botrave, është vështirë që ato të rezistojnë, është vështirë që ato të jenë stabile dhe të jenë ato të cilat e diktojnë në vazhdimsi në jetën e njeriut veprimet të duhura. Andaj, zemra është ajo që po u rregullohet i tërë trupi, ashtu që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se pra zemra, brendësia e njeriut, është ajo pjesa në trupin e njeriut, e cila idha saluhat, saluha al-jasadu kullu, do të përmirësohet krejt njeriu, veprimet e tij. Wa idha fasadat, do të thotë se ajo është e sëmur ose nuk është në formën e duhur, veprimet e njeriu sigurisht se nuk do të jenë të duhura. Ky është një kallëzim penal i deponuar pranë prokurisë speciale ndaj të apostroforit Belizar Jezerci, i cili si antar i lëvizjes për rikthem në katolicizëm, në vazhdën e disa deklarimeve të tij publike në faqen e tij zyrtare në Facebook, së fundi ka deklaruar në mënyrë eksplicite që territori i Liridës, i Dardanis, do duhej të spastrohej nga Islami dhe islamizmi, dhe do duhej që shqiptarët musliman ta kenë fatin e atyre që atyre cilët e kanë pasur po fatin e keq në Spanjë dhe Greqi. Pra ka bërë një lloj analogjie dhe krahasimi se si duhet të jetë metoda për pastrimin e këtij territori, e ata të cilët nuk e njohin historinë, për përkujtim, në Spanjë, në mes shekullit 15 dhe 16, të gjithë muslimanë që kanë qenë me miliona dhe jaudit janë spastruar mbi baza fetare, duke u përzën ose duke u detyruar në mënyrë dëmshme që të kthehen në katolicizëm, dhe nga miliona muslimanë dhe jaudi nuk ka mbetur asnjë. Këta kanë kriju një diskurs çlirimi, saqë domethënë shkruajnë gjithçka, mrrin deri me kërku mushfaroz popullit shqiptar musliman, me një komoditet domethënë të jashtëzakonshëm, edhe askush nuk reagon, shteti mbyll vesht, prokuria speciale bën politik ndaj këtij grupi më shumë se sa drejtësi. Ka zell ndaj qarqeve caktuar, pushtetit politik, ndaj individëve caktuar, kurse këtu bëhet sikur nuk është qarr. Por ju keni paraqitur kallëzim penal, edhe në këtë rast, në rast se na i tolerojmë këtë diskurs, atëherë do të normalizohen edhe njerëz thonë përderisa neve shteti po na toleron, na dalëm edhe i kollëm xhamia, na dalëm edhe i rrehum, na dalëm edhe bëjmë akte vandale. Këtë rrezik mund të Prandaj shteti dhe institucionet e sigurisë të vendit
nuk duhet bien prej e qarqeve dhe shërbimeve sekrete perëndimore, të cilat i mbrojnë këto grupe dhe i tolerojnë aktivitetin e tyre, sepse interesi jonë kombëtar dhe siguria jonë kombëtare dhe stabiliteti jonë shoqëror është shumë më i rëndësishëm se sa respektimi i qëndrimeve tyre që mund të kenë një prapavit dëmshme për vendin tonë. Sa i përket qytetarëve thjesht, mendoj që duhet të jenë përmbajtur në komentet e tyre, në shkrimet e tyre. Nuk duhet që të bien prej provokimeve të këtyre individëve. Shumica e këtyre që i mbështesin këto dhe të tjerë, se këta janë me profila fake, janë me flamura kombëtar, janë me figurat Skënderbeut, do më thonë janë krejt do falsat Evropës, që nuk e kanë guximin edhe me dalë më ballafaqu me emrat e tyre dhe që zakonisht e kanë detyrë me provokum Facebook. Nuk duhet bim prej provokimeve, se ata shumica e tyre nuk e dinë mas pari ku e kalojnë, ku e limiti liri shprehjes dhe ku hynë të kuqen, zonën e kuqe që mund të kryejnë ndaj vepër penale, apo kupton nëse personalizojnë atë debatin dhe thonë ty duhet më ta bëj kështu, ty duhet më të vrarë ty, nuk më kanë të përmbajtur. Në emisionin Popujt e Kuranit, Hoxh Muhammed Dërmaku foli për rrëfimin e Yunusit a.s. duke shpjeguar rrethanat që quan në këtë ngjarje dhe mësimet që burojnë nga durimi, pendimi dhe kthimi i sinqert tek Allahu. Derisa Hoxh Elbasan Xhani vijoi me temën e radhës nga seria Zemra mes sëmundjes dhe shërimit. Balena do ta gëlltit. Allah thot i kemi dhënë urdhër ne asaj, pra balenës, që dhe nuni është emër tjetër që quhet në Kur'an, dhe sahibul hut. Yunus, dhe nun është në këtë rast balena, dhe nuni është fjala për që të ne, nëse dëgjoni emrin Zanun, pra është ardhur nga turqishtja dhëja në zë, edhe u Zunnuni, është fjala pra për pronari ose i Zoti ose ai i balenës, ai i peshkut të madh, është fjala për Yunusin a.s. Në këtë rast do ta gëlltit balena dhe nuk do ta dëmtoj trupin e tij. Kjo kur po ndodh, kjo do të ndodh natën. Ndodh natën, nata e ertë, në deti, ku nuk mund të shihet, dhe në barkun e balenës, pra errësirë e trefisht. Allahu na e tregon këtë rregull e përgjithshëm, thot asnjëherë, askujt nuk i është pranuar pendimi atëherë kur kanë filluar argumentet tona të shfaqen. Askujt nuk i pranohet kthesa dhe kthimi mbrapa besimi kur ata e shohin se ka filluar të ndodh dënimi. Pra ka filluar edhe Themudi janë penduar, por vonë është bë. Për gjithë është bë vonë, thot Allahu illa qaume Yunus, për pos popullit të Yunusit. Vetëm këtij populli Allahu ja pranon pendimin. Ja pranon pendimin dhe këta bën shumë të sinqert, bën shumë besimtar të denj. Kthehen Zotit sinqerisht, i besojnë atij sinqerisht, e duan Allahun, e adhurojnë Allahun, derisa tashmë i vije radha këtij personit që ka munguar pa lejen e Zotit nga mesi i tyre, i cili shpëtojnë nga anija për të fundosur në ujë e që ishte vdekja. Shpëtojnë nga uji për përfunduar në barkun e peshkut që është vdekje e sigurt, edhe atë shpëtoj nga barku i peshkut doni në sipërfaqen në Bregdet. Yunusi a.s. kishte kërkuar desa ka qenë në barkun e balenës që do të njihet ndonjëherë i themi balena, ndonjëherë peshku, po është fjala se balena është peshk i madh, dihet një gjë e tillë. Yunusi a.s. në fakt ka pas edhe dëshpërim. Dëshpërimit që ai ka mund ta ketë sidomos në ato ditët kur vetdijen e ka pas
dhe ka qenë i shtrënguar, ka jetuar me urdhën të Allahut se si kjo njëri në ëndër me pa do të duket e vështirë, të mos lasëm të mendohet në ditën e sot me një gjë të tillë si origjinali, por për Allahun asgjë nuk ka të vështirë. Një ditë prej ditësh u urdhruan që të binin sejdë Ademit alayhis salam, sejdë respekti e jo adhurimi, sepse nuk lejo të bëjmë sejdë askujt tjetër në këtë botë pas Allahut azza wa jall në aspektin e adhurimit. Dhe të gjitha i ranë sejdë siç Allah azza wa jall potencon në Kur'an famlar, wa idh qala rabbuka lil malaikati wa idh qala usjudu li Adam. Dhe kur tha Allah azza wa jall malaikave binin sejdë ju Ademit. فسجد الملائكة كلهم فسجد الملائكة كلهم të gjitha melajket i ranë sejdë Ademit a.s. illa Iblis, përveç Iblisit. Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Ai u bë mendje madh, refuzues dhe doli nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala duke bërë prej pabesimtarëve. Iblisi, shkaku kryesor i cili e largoi nga mëshira e Allahut azza wa jall, është mendjemadhësia dhe pastaj si pasojë e saj është xhelozia. Sepse xhelozia nuk e la Iblisin që të binte në sejdë Ademit alayhis salam, duke thënë me fjalët e tij ana khairun minhu. Unë jam më i mirë se ai. Andaj shprehja kryesore e xhelozisë është kur dikush e lavdron vetveten mbi të tjerat, ose e ngrit vetveten mbi të tjerat, ose e dallon vetveten mbi të tjerat. Ana khairun minhu. Unë jam më i mirë se ai. Kjo është pasqyra kryesore e xhelozisë. Unë jam më i mirë se ai. Sa për njerëzve sot të thonë këtë, nderuar vëllezër dhe motra. Sa për shkak të xhelozisë që kanë, thonë unë jam më i fortë se ai. Unë jam më i pasur se ai. Unë jam më i dijshëm se ai. Unë jam më i mirë se ai. Në vazhdën e këtyre rrëfimeve xhelozie, lidhet me njëherë me familjen e Ademit alayhis salam bijtë e tij, Kabili dhe Habili. Po Allah subhanahu wa taala urdhëroi që të martohen pra me disa vajza, kurse Kabili nuk e pëlqente vajzën që ja kishte zgjedhur Ademi alayhis salam, e dëshironte vajzën e Habilit. Dhe për këtë arsye ai u zemrua dhe në fund Allahu subhanahu wa taala na tregon në Kur'an famlar për historinë e tyre, sepse ka lënë gjurmë në aspektin e xhelozisë. Rrëfeja tregimin e dy bijve të Ademit alayhis salam, me të vërtetën kur Allah azza wa jalla urdhëroi që të prejnë kurban dhe ju pranuan njërit e tjetrit ju refuzua, me të vërtetë Allahu pranon prej njerëzve të devotshëm. Andaj Allah azza wa jalla pranoi kurbanin e Habilit e jo kurbanin e Kabilit, dhe kështu Kabili u zemrua, u hidhrua, filloi që t'i shfaqet xhelozia dhe pastaj tha vllaut të tij, unë do të vras në qoftë se nuk e realizoj kërkesën time. Në emisionin Rinia mes sfidave dhe besimit, Ali Dizdari dhe Hoxh Mustafa Tërniqi trajtuan sfidat dhe domosdoshmërinë e jetës së të rinjve, duke theksuar rëndësinë e orientimit të drejtë, përgjegjësisë dhe balancës mes besimit dhe realitetit të përditshëm. Ndërsa nga emisioni Fjala që udhëzon, Hoxh Gentian Mara foli për mesazhin e rëndësishëm të pejgamberit Muhammed alayhis salam që na mëson të mos nevrikosemi dhe të mos shqetësohemi, duke na treguar se kjo qetësi dhe durim janë pjesë e edukatës së tij, duke dhe e përkujtimit të njerëzve për të qenë të qetë në çdo situatë. Pra janë 5 domosdoshmëri që ne nuk negociojmë të këto. Nuk negociojmë të ato dhe duhet patjetër të jetojmë me to, të jetojmë për to dhe të japim jetën për to. Këto e pra na i quhen të domosdoshme. Pra sa gjë të nevojshme është diçka tjetër. E para është feja. Është vetë jeta e njerëzit. Është familja e njerëzit, është prona dhe është mendja.
Këto janë 5 gjërat e domosdoshme të përcaktuara në shariatin islam, në fen islame. Pse këto të 5-ta? A mos vallë nuk ka gjëra të tjera të cilat janë shumë të rëndësishme? Ka. Por këto janë 5 gjërat e panegociueshme. Elementare, le të Këto janë elementare. Njeriu nuk jeton dot pa fe. Njeriu nëse jeton pa fe, do thot jeton pa Zot. Po. Nëse njeriu jeton pa Zotin e tij, ai nuk njeh krijuesin e tij. Në momentin që ky njeri është morsminjos ose ndoshta mohues i Zotit që krijoi, i krijuesit të tij, nuk ka se si të jetë më i sinqert me krijesat e Zotit. Mos harrojmë pjesën tjetër që në të gjithë në bashk, fëmijët e vegjël, pleqt, burrat dhe gratë, ju të rinjt, gjithë në bashk jemi nisur për një destinacion të fundit që në momentin që lindëm, që në momentin që erdhëm në jetën e kësaj bote. Mos harrojmë që ne nuk ishte zgjedhja jonë për të ardhur në jetën e kësaj bote, dikush na solli. Pse pikërisht këtu dhe çfarë ka për te kësaj? Pra i bie që në momentin që lindëm, jemi nisur për drejt një destinacioni për të takuar me atë i cili na solli. Për të takuar me atë i cili na krijoi dhe për të dhënë llogari për gjithçka që kemi vepruar dhe që t'japim një llogari të ndershme, një llogari të saktë, një llogari domethënë të lumtur, pra të shpëtojmë nga testi i fundit që do të kemi, sikur kemi testet e dynjas, e jetës së kësaj bote, atëherë duhet kuptojmë që porositë hyjnore që vijnë prej Zotit fuqiplot, prej krijuesit ton, ato janë normat dhe etika jonë morale dhe shoqërore që duhet i kemi dhe duhet i realizojmë dhe duhet i plotësojmë dhe duhet të adhurojmë Allahun xhele xhelalu, e gjithë kjo quhet fe. Mos harrojmë dhe në të njëjtën kohë se nëse ju të rinjt mësoni, keni plane, keni programe, keni projekte, keni përcaktuar hartën e jetës dhe jeni duke realizuar atë, atëherë ju keni nevojë të dëfreni. Keni nevojë për argëtim. Pse mos jetë dëfrimi dhe argëtimi duke menaxhuar në formën më të mirë trupin këtë dhuratë dhe emanet që të ka dhënë Allahu xhele xhelalu, kështu dhe kalon 24 orëshi, kalon java, muaj, viti dhe njeriu kalon me fjalë i ekuilibruar. Ndryshe nga ata njerëz të cilët përtojnë, janë të hutuar, janë neglizhent, nuk merren me sport dhe në fund fare që ekuilibrohen, pra nuk kanë më ekuilibrat e duhur. Pra me sportin kemi për qëllim aktiviteti dhe mbajtja e trupit në formë. Aktiviteti fizik i cili do të na ndihmojë në gjallërinë tonë. Kjo gjallëri do të na ndihmojë për zhvillimin më të mirë të gjërateve të nevojshme që përmendëm, dhe nëse do të kemi një harmoni të mirë të këtyre gjërave të nevojshme, do shkojnë siç duhet, do të ruhen më mirë gjërat e domosdoshme. Tregon sahabiu i nderuar Abu Hurajra radhiyallahu anhu dhe thot: erdhi tek profeti alayhi salatu wassalam një person dhe e pyeti: o i dërguari i Allahut, më këshillo, më porosit, ma jep një këshill të vyer. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la taghdab, mos u mërzit, mos u zemro, mos u nevrikos. Faraddada miraran qala la taghdab. Dhe ja përsëriti thot për disa herë me radhë fjalën mos u nevrikos, thot burri i cili e pyet njeriu, e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam për këshill, thot meditova pak rreth kësaj gjëje dhe arrita në konkluzionin se nevrikosja është sherrri i gjithçkaje, ose është sherrri më i madh, nevrikosja. Pra, kemi një fragment ku i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam sheh dy persona të inatosur ose që grindenin me njëri tjetrin, zërat e të cilëve ishin ngritur normalisht mbi normalen e tyre, dhe thot unë e di një fjalë ose një vepër, të cilën një veprim të cilin nëse këta të dy do ta vepronin, Allahu subhanahu wa taala do t'ja eliminonte gjendjen në cilën ata ndodhen. I thanë çfarë është ajo i dërguari i Zotit? Tha të thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nëse është i ngritur të ulet dhe nëse është i ulur të shkojë dhe të marrë abdes dhe Allahu ja largon këtë. Thonë një fjalë arabët, këndoj të keqes dhe rri larg asaj. Do të thonë këndoj të keqes, pra largoju, rri vetëm larg asaj. Pra e sheh domethënë se je përballë një të keqe. A ka mundësi ta shmangësh i nderuar? Shmanga të keqe sepse nuk është ndonjë trimëri e madhe që ti të qëndrosh domethënë përballë të keqes, pra je në gabim dhe vazhdon të jesh në të. Nuk hap rrugë, thoton. Kur mos thuaj unë, edhe me qenë me të vërtetën në çastin kur ti
përdor edukat keqe me Zotin xhelal, dije se shkove në rrugën e gabuar. Lumë për atë i cili toleron, lumë për atë i cili fal, lumë për atë i cili duron. Allahu në shumë ajete në Kur'anin e tij famlar thot inna Allaha ma'as sabirin, Allahu është me durimtarët. Do me thënë, çfarë kërkon më tepër kur ti të klasifikohesh i duruar dhe dish se për krah teje ose në veprën tënde është Allahu me ty. Çfarë kërkon më tepër? Ku durimi, maturia, mençuria të cilën e shpreh, reflektimi, reflekton në kohë, janë të gjitha në shërbimin tënd i nderuarim. Në qoftë në një marrëdhënie familjare, mund të kemi probleme të ndryshme, patjetër, sepse jeta i ka këto. Mund të kesh probleme me bashkëshorten. Mund të kesh provokim nga ana e gjinisë femërore, ndodh shpesh kjo. Mos bjer pre e kënaqësisë së shejtanit dhe të shprehesh atë inatin, mllefin apo zemërimin tënd. Gjej një mënyrë se si të reagosh me qetësi. Të dashur miq, kjo ishte e tëra që kemi përzgjedhur për takimin e sotëm përmes emisionit Kolazhi Javor. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.